tash. Sa ju shtyu juve për të futur në përputhje? Megi gjithmonë na komenton. Na thotë ishi shumë mirë sot për shembull mbas xhirimit. Tash Megi aq e mirë edhe live se është gjithandej. Stafin e përputhjen kam shumë respekt. Pa dashje jemi bërë meme. Kur ishim neve aty në studio të episodit i parë që thotë ky Nemi ardhi. Po, e kam parë. Si e keni ju raportin me Aulonën dhe me Laertin? Unë e kam inspirim me Aulonën se ajo merret me palestër. Unë dua të bëjmë si ajo. Po ka metoda kirurgjikale që mund të shtrohesh, që mund të marrësh për atë. Edhe patjetër mund të bësh një ditë si Aulona. Ditën e parë që doli si emision, po të gjithë na shifnin na bërtisë në rrugë sikur çaj ishte apo. Po, na ish në përputhje me Metalisht dhe punon te Volt. Ne do bënim çdo gjë thjesht të punonim me Megin. Ka sa veta që janë korni. I pari në listë Ibrahimi. Qasja e Ibrahimit për mua është shumë e gabuar. Se po të flasja ai edhe të riqet si gjithë. I bëhet mishi me kokën. Aleksandra, Stelina, Marcela, Katerina, Pranvera dhe Ina. Më rëndisni këto gocat nga më e shumtuara dhe më e bukura. Kesi ka qenë. Kesi duket si njeriu më i mirë aty me ne nga gjithë ato një. Unë në fillim isha xhelos për Kesi. Gjithë kanë thënë që ky nuk të lën me fol. Po jo, e ka gabim. Ai e ka aftësinë që të marrë kontat e. Po, që mendoj që me Katerinën njëri për ju do ishte një çift shumë i lezetshëm. Po gjunaf se shumë e bullizonit shkretën. Unë qesh.